Mirëmëngjesi drejtësaktë e mi. Unë kam qenë juve, dhe të mbes juve për gjithmonë. Dua mos t'i mes bësh Ramiz Ladrovcit, i cili përmeni opozitën Skënderaj dhe tha nuk ka pos kundër kandidat Sami Lushtoku. Unë Ramiz Ladrovci jam një ndër bashkëluftarët e Femi Ladrovcit, du me ta cik veç një rast. Në Zabel, bashkë me Femi Ladrovci një mkon, kur shkite shkina u kanë kukat. Në Prekaz, nga Zvicra i kumë sjell usat e por, 1500 metrësh, ku ka qenë vlovi jëtë ato Femi Ladrovci, vlovi Recep Selimit, Ilyas Selimi, i cili on krin, dhe shokët e tu, si kur ti ma kanë vjedh armatimin, Rafet Roma. Ku post konflikt, vlovi jëtë Femi Ladrovci më ka morë, nuk më kalon vetën, se tha këta janë trahtar, e na shku këna hongër dorë Këshirez, edhe i këna ngu lajmet e radio televizionit shqiptar në orën 19:30. Unë du të thamë se unë e kum qenë komplet në luft me një organizat kriminele e cila ka kriminalizu policin, ka kriminalizu shëndetësin, ka kriminalizu arsimin, ka kriminalizu gjithë shka. Kum denoncu shumë raste, shumë fotografi, shumë paragullësi, ku kanë intervenu shokët e tu. Une kam shumë shokë Ramiz Ladrovci që të më kanë thonë, hitë që mu se përkra veshin, tha se është hipokrit, është jo mirë njas, i ka shkel gjithë shokët e vetë, e familjarët e vetë, për interesa personale, i ka injeru familjarët e vetë, dhe ju ka afru atyne që t'ja kanë shononën, e që e kanë tentu edhe mirë. Une nuk kum dash me besu, të kum një mu, sa kum mujtë kum një mu, me familjarët mi, në Trstenik, në Gradicë, në Tanaont, të kanë votu i kum shtjone, për i notit ti kam. Une të thamë, mos u një fort krenar, me fituren tone, se gjithë ju që ka i një Ladrovci, Krasniqi, i një bo multimilioner të vjedh nëmën Gjevës, edhe nëmën Femi Ladrovcit. Une ndihna shumë krenar se kur një kafe s'ta kum pi, as kur të nga tjeta s'ta kum bo, edhe sartë kum po të kum i njeru, po të kum një mu për i notit Sami Lushtoku. Ashtu që kum një mu Albin Kurtin. Kështu që ti mos u llogaret me mu, se unë jam një çlirimtar, ty s'kum po kërkon luft, ti e hajni fundit velindja thret, ti e hajni gjitha Hashim Thaçi dhe këta tjerë s'kanë pos qore pa të qu në ambasad, se ke shpionu, i ke trahtu shokët e tu, i ki faktët, janë faktët, nuk mujna mi rajtna as AKI-n, as shtetin tonë, se shteti din për ty kush je, për mu kush jam, edhe unë ndihna shumë krenar, se për gjithë shka mund të m'akuzo shteti jam, po për tradhti asnjëherë. Kur heq. E ti, Ramiz Ladrovci, përqafon me ata, cilët i kanë vjedh varrezat e dëshmorëve, varrezat e prindve të vetë, se ti nuk mund përqafohesh me mu. Tjetra është, ti mund të thush se nuk ka pos kundërshtar Sami Lushtoku në Skënderaj, po unë po ta vërtetoj se ka pos një luftetar për ball, i cili s'ka një as për Lushtakt, as për Ladrovc, as për kërkan, as nuk do të një asnjëherë. Unë jam i popullit, do të ngele me populli, jo faqezi si kur ti, e tradhtar si kur ti, i cili, po do më ta tek edhe një rast, një çlirimtar në Trstenik, ta kalon shkon Llubin, në derë të aborrit, ti Ramiz Ladrovci e ke njek, nuk ja ke dhon lejen me ndërtu shtëpi, në Drenas ka shku në fush Kosovë. Për jaruj privatin, sa është bashkëluftetari jami. Nga Trsteniku, cilin e ke njek, nuk ja ke dhon lejen me ndërtu shtëpi një çlirimtar, një invalid i luftës. Nuk kiti vlera për më krenu ashtu sopi që kryt për pjetë, po trësë se të kanë imu për i noti, e ata që të kanë qitë pozit, të kanë qitë se ke shpionu, i ke kërcenu, i ke shantazhu, me shantazhime, me kërcenime ke ardhë, mosu një fort krenar, se ke ardhë kitë post, se ke ardhë të shantazhu, të kërcenu, të konë dëshmitar, edhe kundër çlirimtarëve. Kështu që Sokol Halilin, mos u fërka fort për Sokol Halilin, se është i pastër, edhe nuk do t'alon vetën më krymë asnjëherë. Vetë futja ime në asamblenë komunale në Skënderaj, kësaj radhe, edhe tërhiqja ime që mos të marrë një pagë si asambles, tregon më së miri se ne do t'i përkrohëm rinin, do t'i përkrohëm profesorët, do t'i përkrohëm doktorët, do t'i përkrohëm njerëz përparimtar, e jo budallë si kur ti, e jo kriminal si i kem ka. Nuk ka forcë,
nuk ka çmim se e thënë se Kalalilin drejt një qirimit popullit tëm, i cili është i uzurpuar nga njerëz si kur ti, fanatik, budall, edhe katil. Kështu që t'jesh me njerëz, nëse ta ka qit dikush i kafe në hera, t'ka limu dikush mos e i njëra, se ki mu po apet me ftjosh për ta. Apet ki me pos nevoj për ta. E unë s'kam nevoj kur për ty, as kur s'ta kum pi i kafe, as kur s'do t'a pi, se ke vjedh nemen Themiladroftit, ti dhe kreta kraboja jote, edhe kreta të dadarazat e tua, jënë bo multimilioner të vjedh nemen dëshmorve. Edhe gjithë që ta që ka del ti, fotografi me ta, a janë prekazit, a kajt janë, kanë vjedh vareza dëshmorve. Unë ata e kum pos kunder, se unë jam i pastër Skënderaj, edhe me emër Zotit, me ndihmën e qytetarëve, me një investim, me një koreksi, do ta marr Skënderajin. Por kur ta marr Skënderajin, që ta shokët e tu si po fotografohesh me ty kanë me shku në bërë, për hajni, për zhvatje, për manipulim, për shantazhim popullit tem. Unë e kum pas luftën më të shtirën se sa Milo Shtoki ka uzurpu me polici, me mësimdhancë, me shëndetësi, me krejt, e mu qu me thonë, një ljop, si kur ti, mu qu me thonë, s'ka pos kundërshtar sa Milo Shtoku, hipokrizia jote, u dëk, edhe më kanë thonë krejt shok tu se je hipokrit, je mashtrus, je rëndës, je trahtar. Gjithë më kanë thonë shok të tu, po s'ku dosh me besu.